Selam aleikum të nderuar shikues të podcastit të Meftinisë së Thovës, Mesazhi Islame. Kësaj javë do të trajtojmë një temë që ka të bëjë me rolin dhe përgjegjësinë e muslimanit apo besimtarit ndaj komunitetit dhe shoqërisë. Këtë temë më së miri do të trajtoj hoxha jon i nderuar Gzim Efendi Sulejmani, imam në xhaminë e re të fshatit Pallçishti Poshtë. Ne nuk do të zgjatem më shumë me pjesën e hyrjes, pasi që do t'i lëmë hapësirë hoxhës së nderuar që ta trajtojë këtë temë ashtu siç dinë edhe vetë ai. Selam aleikum hoxhë nderuar dhe mirëserdhje në podcastin tonë. Aleikum selam. Fillimisht faleminderit për ftesën. Lutë Allahu xhashanuhu që këto podcaste të jenë në dobi të besimtarëve musliman në vendin tonë dhe më gjerë. Dash Allahu xhashanuhu shpërblimi të jetë tek ai. Amin inshallah. Faleminderit edhe juve që pranuat jeni pjesë e këtij podcasti. Faleminderit. Hoxhë nderuar, pa humbur kohë do të dalim te pyetja e parë që më para për ju. Padyshim se muslimani përveç se ka përgjegjësi ndaj Allahut xhashanuhu të dërguarit e tij, ka përgjegjësi edhe ndaj familjes së rrethit, shoqërisë dhe vendit ku jeton. Çfarë na urdhon Allahu xhashanuhu në Kur'anin familart rreth rolit dhe përgjegjësisë që ka besimtari muslimani ndaj shoqërisë dhe komunitetit? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Falënderimet, lavdërimet, padyshim i takojnë Allahu xhaleshanuhu, krijuesit të gjithësisë, sunduesit të gjithçkahit. Përshëndetje, salavatet, padyshim që adresojmë pejgamberit të fundit, vullës së pejgamberisë, edukatorit tonë të përkryer Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të sinqertë dhe besnik, dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndoqën, e ndjekin dhe do të ndjekin rrugën e tij deri në ditën e llogaridhënies. Fillimisht, duke ditur që besimtari ka disa përgjegjësi, ka disa obligime dhe disa gjëra të cilat i jep llogari para Allahut xhaleshanuhu dhe e kemi obligim që t'i kultivojmë dhe t'i ruajmë ato përgjegjësi, padyshim që kemi edhe përgjegjësi për shoqërinë tonë dhe vendin ku ne jetojmë. Allahu xhaleshanuhu në shumë vende në Kur'anin familjar në drejtohet neve të cilët kemi besuar në Allahun xhaleshanuhu dhe pejgamberin e tij, respektivisht në fen e Allahut xhaleshanuhu, fen islame, në drejtohet me disa urdhëresa apo me disa obligime të cilët besimtari duhet t'i ketë në jetën e tij apo t'i ketë në memorinë e tij, që të jetë një jetë sa më e bekat, që të jetë një jetë sa më e vlefshme në aspektin shoqëror, po ashtu edhe në aspektin shpirtëror. Thot Allahu xhaleshanuhu në surën El-Maide, ajetin e 2, thot: O ju që besuat, pra respektivisht na drejtohet neve të cilët kemi besuar Allahun xhaleshanuhu dhe pejgamberin e tij, thot: ndihmoni njëri tjetrin në vepra të mira dhe në devotshmëri, por mos ndihmoni në mëkate dhe armiqësi. Me këtë ajet kuranor, Allahu xhaleshanuhu na jep një mesazh të fuqishëm nëpërmjet këtij ajeti kuranor, që neve na bën me dije që dashuria, respekti, ndihmesa mes njëri tjetrit në shoqërinë tonë duhet të jetë prezente dhe përkundrazi në asnjë formë, në asnjë mënyrë nuk mund të jetë e kundërta e saj. Pra, të bëjmë pengesa në shoqëri, të bëjmë pengesa në rrethin shoqëror, të bëjmë pengesa në punë të cilat janë të hajrit për hir të Allahut xhaleshanuhu, janë të hajrit për neve nëpërmjet fjalëve, urdhëresave, obligimeve që Allahu xhaleshanuhu na ka obliguar dhe nëpërmjet pejgamberit alayhis salam, nëpërmjet haditheve të tija. Pikërisht ky ajet kuranor neve na mundson të kuptojmë që në jetën tonë shohim padrejtësitë të cilat bëhen në rrethin shoqëror. Shohim qasje të cilat njerëzit kanë të gabuar ndaj njerëzve të tjerë, të cilat janë po të njëjtës fe, të cilat janë po të njëjtit komp. Prandaj e pashtë arsime Efendi që këtë temë ta elaborojmë bashkarisht në këtë podcast, nga se jemi prezent dhe jemi dëshmitar në ndodhit që ndodhin në vendin tonë, ku dëgjojmë raste nga më ndryshme, pengesat nga më ndryshme të cilat mund t'i bëjnë njerëzit kundrejt njerëzve të tjerë, kundrejt familjarëve, kundrejt shoqërisë, të cilët nëse ndonjëherë shohin ndonjë sukses tek ndonjë i afërm, tek ndonjë shok i tyre,
mundohen që t'ju bëhen pengesë që të arrijnë në sukseset e tyre. Dhe kjo ishte pikërisht çështja e cila më bëri që të zgjidh ajetet kuranore të cilat kanë të bëjnë me këtë pikë. Prandaj jemi dëshmitar që njeriu sado që të mundohet të bëj pengesë të tjerëve, Allahu xhaleshanuhu është ai i cili e ngrit personit të cilit i bëhet padrejtësi. Kemi padrejtësi në familje, kemi padrejtësi në shoqëri, kemi padrejtësi në rrethin shoqëror, në përgjithësi. Mirë po, padrejtësia më e madhe që ne e bëjmë kundrejt vetes tonë. Prandaj në këtë në këtë pikë desha të ndalem pak. Padrejtësia ndaj vetes tonë, se fillimisht padrejtësia fillon nga vetja jonë. Pastaj padrejtësi në familje, padrejtësi në shoqëri, në rrethin shoqëror e kështu me radhë. Padrejtësia ndaj vetes tonë, duke ja mohuar të drejta vetes tonë, duke e kufizuar veten tonë në ideologjinë apo në mendimin që ne nuk mundim të kemi qasje më të rënda apo nuk mundim të kemi qasje më të fuqishme në një punë të caktuar, duke i kufizuar mundësitë tona. Përkundrazi, ne mund të jemi shumë të aftë, ne mund të jemi shumë fleksibil, ne mund të jemi shumë të fuqishëm në veprimtarinë të caktuar, mirë po nga padrejtësia të cilën ja bëjmë vetes tonë, ne kufizojmë ata. Prandaj, kufizimi fillon nga vetja jonë. Prandaj, edhe vazhdon edhe në familje, në shoqëri e kështu me radhë. Në të shumtën e rasteve kur kemi ndonjë sukses nga ndonjë i afërm apo ndonjë shok apo ndonjë familjar, mundohemi që ta etiketojmë në forma të ndryshme, duke ja komentuar suksesin, duke ja komentuar prejardhjen e atij suksesi, nga kush vjen suksesi, duke ja komentuar rrethanat e atij personi të cilin ka arritur sukseset e tij. Ka diçka shumë shpejt e boni, shumë shpejt të arriti, nuk ka shpejt. Nuk ka shansa që kjo të arrihet në këtë formë. Prandaj, këto janë disa terme të cilat i ndëgjojmë në shoqërinë tonë. Pavarësisht duke mos hyrë në atë sakrificën e tij, në punën e tij apo në mundin e tij të cilën ka derdh që të arrijë deri në atë pikë apo deri në atë sukses. Prandaj këto terme në terminologjinë islame nuk duhet të ekzistojnë. Sepse thot Allahu xhaleshanuhu ajetin të cilin e recitova më lart, ndihmoni njëri tjetrin në vepra të mira dhe në devotshmëri. Në këto suaza, me këto terme, del që ne nuk kemi të bëjmë me këtë ajet kuranor. Del që të jetë e kundërta e saj. Pra, del që ne të jemi pengesë e shoqërisë. Me fjalët tona, të cilat ne mund t'i themi pa menduar, apo pa logjikuar, që mund t'i bëjnë dëm palës tjetër, apo personit i cili ka arritur në sukseset e tija. Prandaj, del që ne nuk jemi në suazat të këtij ajeti kuranor. Nuk ka të bëjë, me pjesën e urdhrit të Allahu xhaleshanuhu, sepse thot vazhdon Allahu xhaleshanuhu në ajetin më lart, thot për mos ndihmoni në mëkate dhe në armiqësi. A thua vallë që këto fjalë tona, këto terme tona, të cilat ne i themi ndoshta pak kujdesia jonë e bën një gjë të tillë, a mund të jetë kjo që të ndihmojmë në mëkate, në gjunahe dhe në armiqësi? Sepse menjëherë formohet një armiqësi mes personave të cilët janë duke debatuar në një formë të tillë, duke thënë që i njëjti ma do të keqen, i njëjti nuk është në radhat apo nuk është në pjesën të cilën unë duhet ta kem si mbështetje shokun, familjarin e kështu me radhë. Pra del që të jenë paragjykime, paragjikimet e personit të cilat personi i cili ka arritur sukseset e tija, hinë në paragjykime që është me drejtë e ka të mendoje një gjë të tillë për personin i cili ja thot këto fjalë. Prandaj është shumë e rëndësishme që nëse ne hasim në shoqërinë tonë sukseset tek shoqëria jonë, tek familjarët tonë, tek ndonjë i afërm i joni,
të jemi një prej atyre të cilët e motivojnë, padyshim kuptohet që të jenë punë të hajrit, punë të cilat janë të lavdruara tek Allahu xhaleshanu, dhe nëse janë punë të kundërta të kësaja, padyshim që duhet të kontribuojmë që të ndalojmë këto punë të cilat janë negative apo punë të cilat nuk janë të lavdruara tek Allahu xhaleshanu. Faleminderit. Normalisht që besimtari sa herë që drejtohet në ndonjë drejtim në jetën e tij apo ndonjë vest jetës së tij, padyshim se Kurani famullar Allahu xhaleshanu çdo herë ka dhënë një udhëzim njeriu, ka dhënë një rregull, i ka dhënë një katalog, ta themi ashtu, se si duhet të sillet njeriu, si duhet të jetë njeriu. Si përshkruan Kurani famullar marrëdhënien mes besimtarëve, raportin që duhet ta kenë besimtarët mes veti. Atëherë kjo pyetje që mendoj që është shumë me vend në proporcion me këtë temë të cilën jemi duke elaboruar bashkërisht. Allahu xhaleshanu në surën El-Hujurat na drejtohet bukur mirë në ajetin e 10, ku thot: mos përçani në shoqërinë, mos e lini veten të ndarë. Kjo është një mesazh i fuqishëm nga Allahu xhaleshanu, pavarësisht që krejt Kurani është me mesazhe të tilla, me mesazhe të fuqishme, mirë po që kanë të bëjnë me këtë temë, me të vërtetë kjo është një mesazh shumë i fuqishëm nga Allahu xhaleshanu nëpërmjet Kuranit famullar. Mos përçani shoqërinë, mos foni fjalë të cilat e çojnë njeriu në një pikë të tillë që të përçojë shoqërinë. Mos e lini veten të ndarë. Sa prej neve sot dëshirojnë që kafen e mëngjesit apo kafen e pasdites ta pinë në qetësi në një kafe apo në ndonjë restorant të caktuar, duke mos u shoqëruar maskën, të jetë i vetmuar, të jetë i qetësuar në mënyrë që ta shijojë kafe. Janë të shumta rastet në kohën e sotit. Pse ndodh kjo? Ndodh kjo që ngarkesat e tepërta negative të cilat i vijnë nga pala tjetër, mos me i thonë kundërshtarët, e bën njeriu të tillë që të mendojë të largohet nga një vend i caktuar, nga një shoqëri e caktuar, që të jetë i rehatshëm. Pra, ne jemi ata të cilët kontribojmë në përçarjen e shoqërisë dhe në të njëjtën kohë ne jemi ata të cilët kontribojmë në bashkimin e shoqërisë. Pra, unifikimi në Islam ka qenë, është dhe do të jetë që muslimanët të jenë sa më të unifikuar, sa më të përbashkuar me njëri tjetrin. Dhe duke u rrëfyer në historinë tonë të mëhershme kombëtare, shohim që familjet, shoqëria ka qenë më e bashkuar. Kur është lind nevoja për një ndihmes apo për një bashkim të mundshëm të dy familjeve të cilat kanë qenë më herët në hidhres të ndryshme të tyre, është munduar familja tjetër, pala e tretë, që t'i bashkojë ato familjet. Ti pajtojë me një fjalë, pse? Sepse kanë qenë të ndarë. Ka qenë e ndarë familja, ka qenë e ndarë mbrenda familjes, ka pat përsëri ndarje tjetër. Dhe këtë e kanë bërë të parë tanë, të cilët kanë kontribuar në këtë pikë që të jenë muslimanët, besimtarët, kombi, populli të jetë sa më i bashkuar. Nga sa Allahu xhaleshanu këtë dëshiron prej besimtarëve të tij. Në asnjë moment Allahu xhaleshanu nuk thot që të kemi ndarje, nuk thot që të përçahemi dhe nuk thot në asnjë formë që të kemi qasje në një mënyrë apo në tjetër mënyrë që ne në mesin tonë të kenë ndarje. Po përkundrazi, Allahu xhaleshanu çdo herë në Kur'anin famullar na thot mos u përçani, të jeni sa më të bashkuar, të jeni sa më të unifikuar mes njëri tjetrit. Si ummet, nëse dëshirojmë që të ecim përpara në rrugën e Allahu xhaleshanu me këto veset tona të cilat ndoshta mund t'i kemi negative, mirë po ndoshta mund t'i kemi edhe pozitive. Nëse dëshirojmë që të kemi suksese në jetë në rrugën e Allahu xhaleshanu, padyshim që neve na nevojitet t'i referohemi ajeteve kuranore, me të cilat ajete kuranore ne mund të marrim motivin kryesor, shtyrjen kryesore në jetën tonë, që ne të hyjmë në rrugën e Allahu xhaleshanu dhe të jemi sa më të suksesshëm në veprimtarinë tonë gjatë jetës. Prandaj unifikimi në Islam, edhe pse është një temë shumë e zgjeruar,
për të elaboruar, mirë po në pika të shkurtra. Unifikimi në Islam ka qenë edhe duhet të jetë edhe në të ardhmen, nga se muslimanët, besimtarët, në të kaluarën, me anë të unifikimit, me anë të bashkimit, me anë të forcave të tyre të cilët i kemë bashkuar, kanë fituar betejë e betejë. Nëse e parashtrim një pyetje që ne në kohën e sodit, t'ja bëjmë vetes tonë, dhe të themi që nëse ne ballafaqohemi me sprovat të cilat e kanë pat ashabët, shokët e pejgamberit alayhis salam, në kohën e tyre, për të fituar betejë të caktuara. Ne a jemi në gjendje që të bashkohemi në atë fond dhe të dalëm armikut përballë dhe të fitojmë një betejë të caktuar. Kjo nuk do mend që do të duhesh të kohë që të nxjerrësh një përgjigje për këtë pyetje të cilën e bëm. Prandaj është shumë e rëndësishme për gjithë muslimanët në përgjithësi që të jenë sa më të bashkuar, t'i lënë anësh inatet e veta, t'i lënë anësh çdo ves negativ të vetat në mënyrë që të jenë sa më të bashkuar. Në këtë formë e kënaqim Allahun xhaleshanuhu dhe e kënaqim pejgamberin selam dhe nuk do mend që në kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu dhe pejgamberit të tij Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam shpërblimin e di mirë që është xhennetul firdaus inshallah. Inshallah. Faleminderit. Hoxha ndurar danë të pyetja e tretë dhe e fundit. Padyshim se një ndër veset apo gjestet, punët më të larta që mund bëjë një besimtar ndaj një besimtari tjetër që mund bëjë një njeri, një musliman ndaj komunitetit është të shpëtojë jetën dikujt. Bëhet shkak që dikush ta vazhdoj jetën, pasi që Allahu jep dhe merr jetë, mirë po ka dhënë shkaqe dhe arsyet e veta. Me çfarë krahason Allahu xhaleshanu shpëtimin e një jete këtë vepër kaq madhështore? Shiko, Arsim Efendi, në këtë pikë nuk mund të themi që njeriu, faktori njeri është shpëtimtari një jete tjetër, mirë po është një shkak apo një sebeb që Allahu xhaleshanu e ka dërguar filan personi apo Hasanin, Hisenin e kështu me radhë për të shpëtuar jetën e dikujt. Është vetëm një shkaktar apo një sebeb. Me të cilën në këtë pikë mund t'ja bashkangjes edhe një fjali apo një fjalë e cila thuhet në popull që mos në raste të caktuara nga ngarkesa e madhe medicinale të i themi, në momente të tilla personi është i pavetëdijshëm se çfarë flet dhe duke dashur të falenderoj mjekin për punën e vetë të cilën e ka bërë gjatë operimit të pacientit dhe thot mos kish qenë filan mjeku, filan doktori, familjari im, bashkëshortja ime, fëmia im, biri im, vajza ime nuk do të ishte më në dunja, që është një pjesë e gabuar. Prandaj në këto suaza shumë mirë potencohet këtë pyetje që kush shpëton një njeri, thot Allahu xhaleshanu, kush shpëton një njeri, është njëjtë sikur të shpëtoj gjithë njerëzimin. Kjo ajet kuranor neve na bën të kemi motiv ndaj veprimtarisë tonë. Pse të kemi motiv? Të kemi motiv sepse nuk ndodhet që të shpëtosh njeriu vetëm nga vdekja në raste të caktuara, mirë po të shpëtosh njeriu edhe nga e keqja të cilat mund ta bëjnë në shoqëri, në familje, mirë po në veçantë edhe ndaj vetes vet. Edhe shpëtimi i këtij personit llogaritet në të njëjtat suaza, sepse ke larguar një person nga një pasion apo nga një dëshirë të cilën e ka patur për të bërë një punë negative apo për mos me thonë një punë të keqe, dhe ne jemi bërë shkak që ai person të largohet, ta lënë atë vesh të keq apo atë mendim, ta lënë në gjys pa duke mos e realizuar atë veprim të cilën e ka pasur në mendje. Prandaj, kush shpëton një njeri në jetën tonë, ne a ka ndodhur që të shpëtojmë një njeri nga raste të tilla, nga vetvrasjet, nga vrasjet, vllavrasjet, nga vrasjet të cilat shtohen çdo ditë në vendin tonë, nga dhunimet që ndodhin çdo ditë në vendin tonë. Dhe kjo është
një pasqyrë e asaj se çfarë kemi ne brenda zemrës tonë, imani në zemrat tona, çfarë niveli është. Duke i parë këto rrethana, duke parë vendin tonë, në çfarë situatë është duke shkuar, ne do të bëjmë një pyetje vetes tonë. Imani jon, a është në nivelin e duhur në zemrat tona? Pse ndodhin këto dukurit negative në vendin tonë, në qytetin tonë, në përgjithësi? Ndodhin që rastet nga më të rëndat, të cilat mund të themi mund të jenë të papërballueshme për kombin tonë në veçanti. E posaçërisht për besimtarin. Të ndodh një vllavrasje, të ndodh një dhunim brenda familjes, ndoshta janë rastet më të shtuara në kohën e sodit në vendin tonë. Edhe duke patur parasysh se jetojmë në një vend me shumicë muslimane. Më shumicë muslimane. Edhe kjo është fakti që neve na habit. Dhe kjo neve do të na bëjë një dyshim shumë të madh dhe shumë serioz në aspektin e asaj që zemra tona, imani, çfarë niveli është. Prandaj duhet të shpëtojmë në radhë të parë veten tonë. Ta largojmë, të mundohemi ta largojmë veten tonë nga gjërat negative, nga mendimi negativ, nga pasionet negative të cilat ne i kemi brenda ditës, brenda javës e kështu me radhë. Të mundohemi që ta shpëtojmë një njeri që është në qasje të njëjtë sikur mendimi jonë. Por nëse na ndodh që kemi arritur ta largojmë një person nga një vendim i caktuar që është negativ, apo që është i dëmshëm për shoqërinë, kemi shpëtuar gjithë njerëzimin. Dhe mundësitë për të shpëtuar një jetë në kohën e sodit, në rrethana të njëjta, janë shumë të mëdha që ne të bëjmë një shpëtim të tillë. Nga se janë shumë raste të shpeshta me negativitete, me vllavrasje, me vetvrasje, me punë të cilat nuk tangojnë në jetën e besimtarit. Dhe mundësitë për shpëtuar një jetë ne padyshim që i kemi shumë të mëdha në kohën e sodit. Dash Allahu xhashanuhu që neve të na bëj shkak në çdo moment që ne të jemi shpëtimtar, në radhë të parë ndaj vetes tonë, ndaj familjes tonë, ndaj shoqërisë tonë, ndaj fshatit, lagjes, qytetit tonë, nga se kemi përgjegjësi kolektive që ne ta ruajmë njëri tjetrin, ta ruajmë vendin tonë, ta ruajmë qytetin tonë, fshatin tonë e kështu me radhë. Nga se nuk mund të vijë dikush nga një shtet tjetër, nga një popull tjetër, ta ruaj kombin ton, ta ruaj popullin ton, ta ruaj qytetin ton. Por ne jemi ata të cilat mund ta ruajmë qytetin ton, mund ta ruajmë fshatin ton, mund ta ruajmë familjen ton, e kështu me radhë. Nga se dashuria për atë është edhe emanet nga pejgamberi alayhis salam. Allahu xhashanu na mundsof që nëpërmjet këtyre podcasteve, nëpërmjet këtyre mesazheve të cilat bëhen nëpërmjet juve, të arrijë një shkallë në mesin e besimtarëve që ta kuptojnë se me të vërtet për besimtarët e qytetit, për besimtarët e vendit tonë, nevojitet që ne të kemi një besim të paluhatshëm në urdhrat e Allahut xhashanuhu, nga se kjo është një obligim hynor dhe është obligim nga ana e pejgamberit alayhis salam që ne këto t'i marrim këto mesazhe, të jetojmë me këto mesazhe dhe t'i kultivojmë në të ardhmen që t'i kemi edhe për brezat, gjeneratat e rinj. Vem pas nesh. Shëndro Allah është përbleft. Faleminderit që ishi pjesë e këtij podcasti. Allah xhashanu na bëf për atyre të cilët shpëtojnë njëri tjetrin jo vetëm nga rastet më të rënda siç është vdekja, por edhe nga veset e këqija dhe veset e dëmshme që dëmtojnë njeriu vet, pastaj edhe shoqërinë. Faleminderit edhe një herë që ishi pjesë e këtij podcasti. Allah është përbleft. Allah është përbleft edhe juve për ftesën. Dash Allahu xhashanuhu, kemi arritur ta japim mesazhin që Allahu xhashanu na ka lëshuar nëpërmjet Kuranit famuljar. Amin inshallah. Faleminderit. Të nderuar shikues, asnjëherë më parë se sot nuk kemi pasur xhami. Asnjëherë më parë se sot nuk kemi pasur shkolla dhe institucione të cilat merren me edukimin e njerëzve dhe brezave të rinj. Mirë po edhe asnjëherë më parë se sot nuk kemi pasur dhunë, vrasje, thavrasje, konflikte, mosmarrveshje e kështu me radhë. Lind pyetja nga vijnë të gjitha këto. Ndonjëherë duhet ta mendojmë thjesht nga
pjesa më e vogël, të cilën ndoshta ndonjëherë neve nuk na shkon mendja aty. Ndonjëherë duhet ta mendojmë se mjafton një fjalë për të ndryshuar jetën e dikujt. Imagjinoni dot kur zgjohemi në mëngjes nëse dikush na fillon ditën tonë në një fjalë të mirë. Sa e bukur do të jetë ajo ditë dhe sa mirë do të shkojë ajo ditë. Edhe e kundërta, nëse dikush na thotë një fjalë negative, sa mbrapsht apo me negativitet do të shkojë ajo ditë. Andaj, nëse doni të ndryshoni vendin dhe rrethanën ku jetoni, nëse dëshironi që të largohemi nga mosmarrveshjet, konfliktet të cilat i kemi, duhet të ndryshojmë sjelljen. Mjafton një fjalë e mirë. Imagjinoni sa ndryshe do të ishte bota sikurse t'ju drejtoheshim të tjerëve sa herë që jemi nervoz me fjalë të mira dhe me fjalë motivuese në vend se t'i ofendojmë dhe t'i përçajmë ato. Imagjinoni sa e bukur do të ishte jeta nëse njerëzit do t'i thonin vazhdimisht fjalë të mira dhe të bukura njëri tjetrit, ashtu siç urdhëroi edhe Allahu xhallahu pejgamberin selam dhe thuaj o njerëzve fjalë të mira. Andaj të nderuar vëllezër, t'ju themi njëri tjetrit fjalë të mira. Nëse nuk mund të themi fjalë të mira me njëri tjetrin gjatë konflikteve, të paktën mos themi fjalë të rënda dhe fjalë të këqija ofenduese që rezultojnë në përçarje dhe ndarje në shoqërisë. Deri në podcastin e radhës, ju lutem në mëshirën e Allahut xhaleshanuhu. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.